Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se erdhët në emisionin Gotivrin Diaspora bashkë me kolegen time. Ju urojmë një shikim të këndshëm. Përshëndetje. Sot kemi një emision, nuk është hera e parë që ne realizojmë emisione me tematikë të tillë, po me që për shkak të ngjarjeve të fundit, po e nisi me rastin e vrasjes së vajzës 22 vjeçare në Itali të Ilarias, që ka prekur të gjithë publikun shqiptar, po edhe atë italian gjithashtu që e ka përjetuar. Femicidi është për fat keq, domethënë se ndonjëherë kemi atë idenë që vetëm në Shqipëri ndodhin gjëra të tilla apo ngjarje të tilla, ndodhin shumë në mas, por realisht është një fenomen global dhe për fat keq, fatkeqësisht është në rritje. Domethënë çdo sa më shumë kohë kalon, aq më shumë raste të rriten për fat keq. Madje në 2023 kanë dalë me një statistikë që çdo 11 minuta në botë vritet një grua. Në mbi 45% të rasteve ndodh nga partnerët, siç ishte edhe rasti i vajzës shqiptares në Itali, nga familjarët edhe pastaj edhe ka dhe shkaqe të tjera që janë përtej familjes apo rrethit të ngushtë familjar. Është për radhë keq pra një tragjedi e vërtet ku kërkush mos e pas atë fat që të vritet fëmia në atë kurse po ajo lloj mënyrë është mënyrë makabre. Gjithë Italia po protestonte dhe rrjetet tona sociale ishin mbushur plot me urrëtie. Kjo është po ta paralelizosh, është për mendimin tim kemi humbin e një jete të një vajze të re, po kemi edhe një fatkeqësi tmerrsisht të madhe në vendin ton, dhe flasim kryesisht për pjesën rinin, se ata kanë më shumë akses me social media në krahasim me më të rriturit. Dhe kemi një urrëtie dhe një gjuhë dhune, domethënë që gati sigurisht arrin në nivelet e vdekjes dhe të vrasjes, të ngjarjes që kishte ndodhur. Më bëri shumë përshtypje se gjë e parë që kur u njofa, që kur pash për këto media sociale që pash rastin në fjalë, më bëri shumë përshtypje një mori komentesh me urrëtie që pse domethënë viktima e vrara kishte krijuar një lidhje me një shtetas filipinez që është i huaj pse nuk ishte lidhur me një shqiptar që nuk ka në botë gjë që justifikon se ka lidhje sepse është vrarë. Shko, femicidi është vrasja e një vajze, një gruaje për shkak se është femër. Është tipikisht kjo. Dhe kryesisht siç e ka dhe pak më përpara që është nga partnerët ose nga familjarët. Duhet nuk e di a merret mas apo çfarë mase duhet marr apo çfarë shkakton apo pse jemi ne në këto kushte si shoqëri shqiptare flas, nuk po flas për shoqëritë e tjera. Është një pikpyetje e madhe dhe nuk e di çfarë. Një gjë që kam vënë re shumë dhe sepse pra duhet në rrjetet sociale, se gjithmonë ne po flasim për rrjetet sociale dhe sepse aty na jepet e gjithë mundësia dhe çdo njeri nga ne për të komentuar. Pra këtu shohim edhe pjesën më të madhe sidomos nga të rinjt deri në një moshë tani edhe të madhe, ndoshta edhe moshat e treta merren edhe komentojnë. Por në përgjithësi moshat mesatare dhe moshat e reja kanë vënë re që bëjnë dallimin dhe mes nënave të tyre dhe të rejave sot, dhe thonë që nënat tona nuk ishin ashtu, nënat tona u bindshin. Është ky pra dhe problemi i ndryshimit të madh mes prindërve tanë, siç janë nënat tona dhe të rive sot. Personalisht, në këtë lloj këndvështrimi e shikoj komplet pa drejt. Do të thënë e shikoj komplet bosh dhe të pajustifikueshëm. Radh parë një fëmijë nuk e di se si nëna e tij ka qenë vajzë e re, sepse ai s'ka ardhur fare në këtë jetë, ose edhe po të kishte ardhur në këtë jetë, nëse nëna ka qenë shumë e re, ai ka qenë shumë fëmijë dhe shumë i vogël, në moshën që ai ka filluar të kuptojë nënën e tij se si është si grua apo si femër, si njeri, ai ka qenë një moshë të madhe që ndoshta edhe nëna e ka qenë pak më e rritur dhe më moshuar në moshë. Që do të thotë, ai nuk një i sot nuk e di fare se si nëna e tij ka qenë 18 vjeçë, 20 vjeçë apo 25 vjeçë. Edhe mund mos ketë ndonjë diferencë shumë të madhe. Shiko, për shkak të kohës, të evolimit të periudhave kohore, gjithmonë ka ndryshim. Se ne shikojmë nga brezi në brez, brezi gjysheve tona, brezi nënave, brezi jonë dhe brezi fëmijëve tanë se si po vjen. Normalisht nuk janë njësoj, sepse koha evolon dhe gjërat ndryshojnë. Nuk janë, por ama mënyra e të sjellurit, të konceptuarit, edukata, kultura, nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe. Kështu që ky paralelizimi i nënës me femër me vajzën sot më duket
totalisht bosh. Nuk ka asnjë djalë, nuk ka asnjë të drejtë që të kërkojë nënën se si ka qenë nëna e tij tek femrat sot, tek vajzat sot. Sot që vajzat janë të lira të flasin, të ankohen, të thotë të shprehin kënaqësitë apo pa kënaqësitë e tyre, nuk është ndonjë gjë e gabuar dhe shqyqyq ka ardhur kjo kohë. Shumë gabim ka qenë atëherë që gratë kanë qenë më të censuruara për shkak të mentalitetit patriarkal, sepse ishte i tillë ishte sistemi. Megjithatë, për temën që ne po flasim, për fat keq për Shqipërinë, nuk ka pasur vrasje grash në këtë masë çka sot. Ky është një fenomen që ka pasur nga në vita dhe tani. Me të nuk ka vrarë njëri gratë atëherë. S'është se janë vrarë gratë në atë kohë. Kanë qenë raste sporadike dhe raste të rralla. Problemi dhe Shqipëria nuk është nga vendet që ka atë numrin më të lartë të vrasjeve të grave, për fat mirë kjo gjë, se këtu kemi Meksikën që vren gra shumë, kemi Francën me 1% të lartë, kemi Afrikën, me thënë ka vende të ndryshme, shtete të ndryshme që kanë një nivel goxha të lartë dhe madje për këto vende po mendoj që të bëhet një ligj i posaçëm për vrasjen e gruas, me thënë të ketë një tjetër legjislacion pak më të fortë dhe më të ashpër. Pas në Shqipëri në kohën në ligjin e Lek Dugagjinit, në librin e tij, ishte po u vra një grua, ishte i detyruar të vriste tre burra me sa di. Tre burra, po. Gratë dhe fëmijët kanë qenë të mbrojtur nga kanoni Lek Dugagjinit. Nuk është menduar fare që të ndodhin këto gjëra dhe nuk kanë ndodhur këto gjëra. Flasim gjithmonë asnjëherë absolutisht se raste sporadike mund të ketë pas, po jo si tani. Desha të marra pjesën që të him pak më para se të kalojmë edhe tek dhuna. Desha të marra pjesën që pjesa më e madhe e grave të vrara është pjesa e divorcuar, që burrat nuk pranojnë një divorc. Po. Ku është problemi, mendon këto? Shiko, këto vrasje se është e vështirë, do të thënë ta përgrupizosh specifikisht se çfarë karakteri ka personi që e kryen këtë vrasjen. Ky vrasës, do të thënë, nuk pranon ndarjen, nuk pranon largimin. Në shumë raste mund të flasë për në Shqipëri, e kanë edhe në sensin që kanë investuar për partnerin e tyre dhe nuk e pranojnë, do me thënë atë gjë që unë kam investuar për ty, edhe unë ta marr, flas për rastin e fundit, për një rast që më ka ngel mua në kujtesë, të gjyqtarit, një gjyqtari që vranë në Tiranë, që vrau ish bashkëshorti i saj, dhe ai kishte pretencën që unë kam investuar kaç milion lek tek ty për të bërë ti gjyqtare dhe ti nuk mund të më lësh mua tani. Domethënë, kemi arritur deri në këto nivele. Ka arsye të ndryshme sepse derivon pse shkon. Nëse i referohemi rastit të fundit që është akoma në proces, sepse me sa duket nuk është implikuar vetëm ky i dashur i partneri i vajzës, por aty është implikuar edhe familja dhe ata në hetim e sipër, sepse janë gjetur pjesa DNA tek trupi i vajzës edhe të babait të djalit, kështu që duhet gjetur çfarë roli ka pasur babai në këtë mes. Ai ishte thjesht një smur psikotik që kishte probleme me këtë vajzë. Kishin pas një relacion bashkë, ishin ndarë dhe nuk pranonte ndarjen. Ndoshta edhe vajza kishte pas ato gabimet e saj që kthej, shkonte, ke parasysh se janë fajet. Asnjëherë nuk ngarkohet viktima, nuk është faj, po ndonjëherë e stimulojnë situatën. Bëhet fjalë nga ku ka edhe nga mendon që vim ose ku është problemi tek ne? Po, problemet e ne që nuk e pranojmë këtë. Po, problemet e ne njerëz si shoqëri shqiptare varet nga zonat e banimit dhe nga mentaliteti. Mentaliteti është një nga rolet kryesore të shkaku të vrasjeve në shoqërinë shqiptare, se nuk po flas për vendet e huaja, po çështja e mentaliteti kanë dhe zonat e Meksikës edhe këto. Po sidomos ne kemi çështje mentaliteti. Në shumë zona, akoma për fat keq, në shumë zona të thella të Shqipërisë, akoma është mentaliteti që gruaja është inferiore, burri është superior dhe gruaja duhet të nënshtrohet dhe të denigrohet deri në atë fazë sa nëse e kundërshton këtë gjë, ta paguaj edhe me jetë. Edhe kemi element të tillë sa të duash. Shiko, ndonjëherë jo vetëm këta që i vrasin gratë, po edhe vetvrasjet që gratë bëjnë për shkak të presionit të madh që bashkëshorti apo partneri i tyre i bën, është indirekt si një vrasje, po e lën në petkun e vetvrasjes. Është mental abuse, si quhet. Domethënë është tamam si një rebeli, kur gruaja bën rebelohet ndaj kësaj gjendi që nuk është e lumtur, vrasja është si një ndëshkim që ata japin femrës. Domethënë femicidi kjo është. Atë a janë ligjet e duhur si që në Shqipëri dhe në Kosovë, mbrojtja duhet ndaj femrës dhe cilat gjëra janë ata që duhet ndryshuar? Po. Për fat keq, në Shqipëri edhe në Kosovë, dhuna nuk trajtohet me seriozitet.
as nga rrethi shoqëror, as nga rrethi familjar, edhe as nga institucionet përkatëse që duhet ta rregullojnë këtë lloj problematike. Duke filluar që nga familja, që është institucioni parë bazë, duke filluar nga shoqëria, nga shkolla, nga policia, psikologët, të gjitha instancat, deri tek instancat më të larta. Ligjet ekzistojnë, nuk është se nuk ekzistojnë, sepse mbrohen, gruaja është jo gruaja, njeriu në Shqipëri është i mbrojtur. Njeriu është i lirë dhe është i mbrojtur nga dhuna, nga bullizmi, nga vrasja, nga përdhunimet, nga të gjitha llojet format e dhunës. Po për fat keq nuk shikojnë me seriozitet. Ne kemi plot familje shqiptare që i dhunojnë vajzat apo i dhunojnë vetë vajzat dhe i mësojnë, i detyrojnë vajzat që të mos e hapin zërin, të mos e tregojnë problemin që kanë. Ju implementohet ai kompleksiteti që të mos e tregojnë një problem që kanë. Shikoj, jo gjithmonë nis me dhunë problemin familje. Mund të nisi me keq kuptime, me mosmarrveshje, me mosdashuri, mbaron dashuria. Në momentin që këto gjëra mbarojnë dhe këto gjëra fillojnë, është e udhës që çifti të ndahet, secili të shikojë jetën e vet, qofshin me fëmijë, qofshin pa fëmijë. E dim të gjithë, është nëse e qartë për gjithë që familja është gjëja më e rëndësishme dhe elementi më me vlerë për jetën e njeriu. Por në momentin që ka gjëra që çedojnë dhe që nuk funksionojnë, më me vlerë në këtë rast bëhet divorci, që secili të shikojë pjesën e vet. Për fat keq kjo gjë nuk stimulohet, në sensin ju të stimulohet që të bëhet mod, se kemi edhe këtë anën tjetër të medaljes, po e kemi të lokalizuar këtu, por gjithmonë familja, shoqëria duhet të japim mesazhin që një familje e shëndetshme vjen nga dy prind të dashuruar dhe që respektojnë njëri tjetrin. Po që duhet familja, domethënë, e sugjestionon gruan, po flasim për gruan në këtë rast apo vajzën, që të uli kokën, të japi dhe një shans, të duroj, se nuk ka problem, se ai e do, se burri të do, se burrat ashtu janë. Domethënë japin ca justifikime boshe që këto të çojnë dhe kanë çuar deri në vrasje. Edhe nga kjo shprehja, ne e dimë dhe shprehjen që fëmijë që e kanë përdorur prindërit tanë që ai që të rraf të do. Të rret do. Ashtë edhe kjo edhe fillimi i pranimit të dhunës. Nga të gjërat vogla që ne nuk e kuptojmë fare. Kjo fillon që në familje, prandaj thash, dhe është realisht, është fatkeqësi se jemi në 2025-ën, gjërat kanë evoluar kaq shumë, njerëzit kanë evoluar kaq shumë, shteti jonë shqiptar ka evoluar shumë dhe akoma në zonat caktuara në Shqipëri kemi mentalitete të tilla. Siç po thoya, dështimi i shtetit për të strehuar gratë që dhunohen. Edhe kjo është një ndër shkaqet. Ndaj desha, edhe këtë pyetje desha ta bëj që problemet më të mëdha janë që gratë detyrohen të rrinë në një marrëdhënie ku është dhunë. Nga kush? Nga vështirësia e ekonomisë. Nga pamundësia. Atëherë kjo sjell zhurmë, sjell inat, sjell urrëtie dhe një përfundim siç është edhe vdekja. Neve asnjëherë nuk ka për të shpëtuar bota nga krime të tilla, gjithmonë do ketë ka pasur, do ketë dhe do ketë. Problemi është që sa më shumë ti të punosh me veten, dhe flasim sidomos për gratë në Shqipëri, sa më shumë të punojmë edhe me vajza, sidomos që vajza kur janë, sa më shumë të punojnë me veten, sa më shumë të japin mundësi vete, sa më shumë me familjen e tyre të marrin, se çdo familje ja do të mirën fëmijës. Në radhë parë kush ka mundësinë të arsimohen, sepse ne kemi të rinj plot që që ndor nga shkolla. Jo se familja do, se vetë rinj zgjedhin se ashtu i duket rruga e lehtë. I mendoj që gjëja më thjesht është të heqësh dorë nga shkolla. Në mënyrë kategorike nuk duhet të heqësh dorë nga shkolla, as nga djemt edhe as nga vajzat. Sepse shkolla aty është një element, një ndër elemente, po, një disiplinë, jo që ty të jep të hap një rrugë që nesër nëse ti shfaqesh para një vështirësie, se partneri nuk të suporton, se familja jote nuk të suporton, ti je aftë të nxjerrësh bukën e gojës tënde vet. Nëse ti nesër me bashortin tënd ke 2 fëmijë, ke 1 fëmijë, je shtatzan dhe ti nuk mundesh se nuk e shtyn dot mos, është i dhunshëm apo se nuk e do për 1 milion arsye, atëherë ti mund ta suportosh veten tënde vet. Ti mund t'ja dalësh vet, siç ja kanë dalë, se kemi raste, ne kemi shembuj shumë të mirë, shqiptarë që ja kanë dalë dhe janë e ka përballuar shumë mirë. Ti thësi edhe ke studiuar, se ke studiuar juridikun dhe je kualifikuar për këtë dhe din më shumë për këtë çështje, pra për dhunën dhe për drejtat e gruas dhe drejtat e familjes, se nuk mos jenë gjithmonë vetëm drejtat e gruas, pra mund të jenë edhe drejtat e burrit. Kodi familjar, prandaj se ka pak më përpara. Kodi familjar e ka ligjet, rregullat të parashtruara shumë mirë. Domethënë nuk është se figura e gruas apo e njeriu në Shqipëri nuk është e parashikuar me ligj, nuk është e mbrojtur me ligj. E ka plotësisht asetet. Problemi është tek
sa funksionon, se sa vjet në eficiencë kjo gjë. Dhe në Shqipëri për fat keq, akoma sot ne përdesa ne kemi dhe në televizione kombëtare, ne kemi në për TV shows që bëjnë, në për emisione, në për reality shows që bëjnë, për ligje dhuna, që dhuna verbale, dhuna fetare, dhuna ekonomike, ka arritur që ka çeduar edhe në dhunë fizike, që ne kemi parë live dhe të rinj tan për fat keq që shikojnë këto gjëra. Atëherë këtu ka një mungesë serioziteti shumë të madh dhe ka një mungesë funksionimi shumë të madh, që duket se nuk pse e merr ti atë modelin e keq. Po do ta marrësh një fëmijë 15-16 vjeç që ka akses me televizionin dhe është i lirë të shikojë rrjetet sociale non stop, sigurisht që mund ta marrë që kemi parë edhe se në Shqipëri ne e dim se feja është më respektuar në gjithë botën. Pra ne jetojmë kemi fe të ndryshme, jemi të përzirë, pra në shtëpinë time ka 2-3 fe dhe gjithë secili respekton njëri tjetrin. Kemi parë në televizorit në Shqipëri që po ngacmohet kjo gjë. Edhe kjo është një gjë shumë, siç ishte në disa televizor, live. Pra edhe njerëzit i kemi parë në rrjetet sociale që po e pranojnë këtë. Ne pra në Shqipëri është gjëra më e çmuar që të respektojnë njëri tjetrin dhe mos të kenë disrespektin, mos respektimin më të vogël për punën e fesë. Pra edhe kjo është një anë tjetër që fillon edhe dhunën, është një pra janë edhe se shfaq urrejtjen, fillon urrejtja. Pikërisht pra. Shiko, çështja e fesë, sidomos në Shqipëri, po kudo në botë, është shumë sensitive, sepse çdo njeri e percepton edhe e ndjen në mënyrë individuale. Dikush ka krishtërimin, dikush ka myslimanizmin, dikush nuk e di se çfarë sektesh tjera s'dani, po dalin dhe sekte përveç myslimanëve të krishterë. Kështu që në asnjë vend të botës shakara të tilla me fen nuk lejohet dhe nuk është mirë që të bëhen. Pikërisht kjo lidhet në rrjet logjike me atë që thash pak më përpara, që në televizionet shqiptare nuk ka censur. Nuk ka censur, nuk ka domethënë disa norma dhe disa kriterje që ti mund të flasësh, je i lirë, ne shqyr zotit jemi të lirë, dhe mund të flasim lirshëm. Por të flasësh lirshëm deri atje ku ti cënon dikë. Qoftë nga feja, qoftë nga morali, qoftë nga integriteti, qoftë nga profesioni. Këto janë gjërat më të dashura këto janë gjërat në Shqipëri ose në ne kemi pas bashkëtesë fetare ndër vite dhe prandaj dhe ne shuhemi si vend, sepse ne kemi pas bashkëtesë fetare shumë të mirë. Edhe vazhdon edhe sot bashkëtesa fetare që vazhdon, nuk ka ndonjë problem të madh. Po e gjitha ndikon te kjo Mirela, që nuk ka censur dhe nuk ka disiplinë, nuk ka norma, nuk ka limite. Kjo që desha shtoja pak disa pika është edhe kjo që lejohet diskriminimi i gruas, pra edhe live në TV, ku me të vërtet trajtohet aq keq sa është bërë edhe normale tani. Është e vërtet. Heshtja edhe stigma sociale janë dy nga elementet që dhe në televizion po dalin domethënë në mënyrë të hapur. Dhe është e vërtet kjo, që gruaja denigrohet, diskreditohet, sakatohet live, domethënë në mes ditës pa asnjë lloj problemi. Në emisione, domethënë nëse po të marrë në një debat politik, që është një debati më normal që në çdo vend mund bëhet. Ke një tavolinë që ke burra ke dhe gra. Një gruaje domethënë që toni i zërit kur i drejtohen në debate sipër, është ndryshe nga ai që ata i drejtohen njëri tjetrit, burrat dhe burrat bashkë. Është si më ulës, domethënë është që ti ke parasysh më nëse ti me një burrë kanë debatin në një farë niveli, kur i drejtojnë një gruaje direkt zbret në nivelet e në tone. Domethënë zbret jo në nivel zëri. Grita Duma, ta ikëm. Edhe Grita Dumën, po tani është dëgjuar nëpër emisione, e kanë ofenduar dhe kanë denigruar, pavarësisht se ajo është femër e fortë, po ka pas raste që dhe ajo është lëkundur, po sigurisht që po. Se është femër dhe ajo dhe është njeri, nuk është vetëm se që të qenurit femër, bëhen hapur. Duke vazhduar edhe emisionin nga fillojnë gjithë, a kemi edhe pak edhe ne si gra, të drejtojmë edhe vetes, sepse ne po i rrisim këta çuna, a i edukojmë vetëm ne, a kemi impakt ne kur kemi çuna dhe vajza dhe po trajtojmë edhe djalin me mirë se vajzën? A është edhe kjo impakt? Shiko, kjo është tipike në familjen shqiptare, që gjithmonë djali, domethënë ne shqipëritjen e të lindurit një djalë apo një vajzë kemi në forma të ndryshme.
Jo të gjithë, se shqyqy Zotit sot kanë ndryshuar gjërat, janë rrëzuar ca mite, domethënë që edhe kur është bebi i vajzë janë të lumtur, po akoma kemi, madje shikojmë në rrjetet sociale që kur lind djalë shkojnë me sarze, me benca, me makina të shtrenjta, marrin bebin çunë, çojnë nëpër lagje, disa zakone aq të neveritshme sa mua më nervozojnë kur i shikoj. Janë fëmijë të Zotit, si vajza si djali janë dashur njësoj për shpirtin tënd si prind, s'kan asnjë lloj diferencë. Përveç se pa ndryshimet fizike s'ka asnjë lloj. Kështu që normalisht që ne kemi tipike. Problemi është edhe stigmatizimi që ne bëjmë, Mirela. Ne kemi këtë që u dhunua, po pse qëndroi aty? Mos të rinte aty. Pse qëndroi aty të kishte ikur? Ndodhi ajo gjë të kishte ikur. Domethënë ne justifikojmë, domethënë bëjmë fajtore ura apo u dhunua apo u vrasë ndekti aty. Që është një ndër gabimet më thelbësore. Apo pse u nxitua? Apo po pse do të kërkonte ndihmë? Kanë arritur që thonë edhe pse kërkon ndihmë, se do të thënë acarohet dhunuesi, agresori, nëse ti kërkon ndihmë si e dhunuar, agresori acarohet sepse ti kërkon ndihmë. Që çfarë ka bërë që ai e vraj, diçka ka bërë. Ka një arsye, diçka ka ndodhur, apo e kishte gjuhën e gjatë, apo fliste se sot që ti të flasësh, ti je lirë, që të japësh mendimin tënd, që të jesh e integruar tamam në shoqëri, sot në shumë vende klasifikohesh sikur e ke gjuhën e gjatë, sikur flet më tepër sa duhet, se ti nuk duhet të flasësh normalisht, se je femër. Janë akoma këto lloj stigmash që a mendon që ne duhet, e kisha fjalën për ne si nëna, duhet të edukojmë, kemi edhe atë përgjegjësinë të edukojmë çunat më shumë që duhet ta respektosh një femër? Po, a mbajmë edhe pak ne përgjegjësi? Shiko, e mbajmë shumë. Elementi kryesor. Se ne të dyja kemi çuna dhe duhet shumë punë për. Shiko, elementi kryesor i edukimit të djalit, se si do trajtoj vajzën, është pikërisht nëna dhe babai janë të dy. Është nëna dhe babai, janë të dy prindërit njësoj. Do të thotë, dhe nuk është vetëm çfarë ti thua fëmijës, po fëmia jot merr shembull se çfarë marrëdhënie ke ti me bashkëshortin tënd, se si sillet bashkëshorti jot me ty dhe si sillesh ti me bashkëshortin tënd, dhe atë model rrënjos në tru dhe atë gjë do kërkoj. Ka raste të veçanta që dy prindër shumë të mirë, edhe fëmia ka çeduar dhe ka degraduar, se nuk po flasim. Ka raste sporadike, po në përgjithësi në procesin e edukimit flasim, me që ne kemi problem në mbar Shqipërinë, këtë gjë që procesin këtë edukimin e çunave e djemve të rinj, sigurisht që nëna dhe babai ka rolin kryesor. Se fillojmë nga motra dhe vaj, pra kur ne jemi rritur, se unë jam rritur me vëllezërit e mi edhe me motrat, pra kemi pasur sado që jam rritur një familje shumë të mirë, kemi pasur e ke ndjerë diferencën që ti duhet të dëgjosh vllajën tënd edhe pse është më i vogël, atë është dashur, edhe pse vllai im ka qenë më i vogël, është ta dëgjoj, sepse jemi rritur dhe Shiko Mirela, jo vetëm Brezion, që kur kemi qenë të vogla, flasim para 30 vjetësh, me thënë që para 3 dekadash, kur kemi qenë të vogla dhe është ndjerë kjo, unë nuk kam pasur vlla, po e kam dhënë me kushurinë e mi, me djalin e Allës, me kushurinë tim tjetër të parë, me djalin e tezës, që gjithmonë ata kanë bërë diferencën. Ne kemi qenë gjithmonë një hap pas, kanë qenë ata pastaj kemi qenë. Madje ne kemi pas të që dhe kushurina kontrollonte, ku do shkosh, domethënë ishin dhe këto gjëra në një kohë që aty duhet prindi, roli kryesor për kontrollin, për sigurinë e fëmijës është babai dhe nëna. Sepse kushuriri dhe vllai jot janë fëmijë si puna jote, nuk kanë mund të keni disa diferenca të vogla, por pak a shumë jeni fëmijë të dy. Kështu që ka qenë atëherë po edhe sot është. Në shumë raste, për fat keq nënat shqiptare i thon vajzës që çu bëja mëngjesin vllajt, se është djala, ai si gjyna, se ti e vajzë, ti i bën. Çu laja çorapet, çu laja atletet. Që këtu është gabimi i madh se secili do të jetë përgjegjës për gjërat e tjera, jemi njësoj. Janë dy fëmijë dhe janë dy njësoj. Të dy do i kur ka diferencë moshe që vllai është më i vogël dhe motra është 10 vjet më e madhe, sigurisht që si më e rritur, ndoshta i takojnë ca përgjegjësi më tepër në krahasim me një 5 vjeçar. Ose kur punën gjithë ditën dhe ajo është flasim kur janë fëmijë, po kur janë fëmijët pak a shumë të njëjtën moshë dhe ti vajzën e detyron, se që këtu se janë gjëra elementare, janë gjëra bazike, po që këtu fillon dhe procesi i edukimit, po. Dhe që aty kur ti i thua vajzës që ti e vajzë, se ti e motra, se ti për vllajin, se ti nuk që këtu është mënyrë e gabuar të edukuarit të fëmijës. Se po edukojmë pra vajzën gjithmonë për të pranuar çdo gjë që ajo çdo gjë të keqe pra nga personi që jeton me të. Qa mund bëjmë të ndryshojmë këtë gjë? Janë shumë gjëra për të bërë. Ajo, gjëja bazike është kjo që ne sapo thamë që në familje, të edukimi. Kemi parë në rrjetet sociale, është një urrëtie sidomos për moralen, ka drejt dikush tjetër për ta bërë, për ta komentuar. Nuk e kuptoj këtë gjë që duhet të nisim nga kjo që sapo ne e thamë në fundit, Mirela. Është tek edukimi mbi barazinë gjinore.
që ne do të mësojmë fëmijët për barazinë gjinore, që djali nuk është koka e shtëpisë, djali është fëmia e shtëpisë, vajza është fëmia e shtëpisë, nuk është koka edhe bishti, siç e kanë mentalitetin shqiptarët. Që këtu që është tek kjo. Pastaj se është dhe një element tjetër që ne nuk e cekëm, tek prindrit kalon kjo. Është edhe përdorimi i drogës dhe i alkoolit. Kur ti ke një partner, një baba, burr, flasim po se edhe për gra, po me që po flasim për femicidin këtu. Nëse ne kemi partner të tillë që janë përdorues të drogës dhe të alkoolit, atëherë kemi një përqindje të lartë të rrezikshmërie që një debat, një sherr apo një mosmarrëveshje të derivojë në debati pa dhagjishëm. Se ka veten dorë dhe mund të çojë në vrasje. Ai mund të mos i vrasë, mund ta dojë shumë atë njeri kur është dhësë, po në momentin që nuk është i kthjellët mund të agravojë situata deri në vrasje. Kështu që edhe kjo kemi pjesa parë edhe shumë vrasje ku kanë vrarë bashortën, por kanë vrarë edhe veten ata. Po kjo është një gjë pra që ose janë të dehur ose të nxehur, siç është fjala se ekologjika, se nuk jemi të mësuar të frenohemi. Shiko, këto rastet pastaj që këto janë vrasje pasioni kryesisht. Domethënë vrasje kur vrasin partnerin dhe pastaj vrasin dhe veten, hyn te vrasjet e pasionit dhe këto janë vrasje nga dashuria që këto të thash do jenë gjithmonë. Janë psikologjikisht aq shumë të dobët dhe aq të paf për ta menaxhuar situatën sa degradojnë e kanë zitin e fundit, domethënë është ta vras personin që kam në krah, të vrasë edhe veten edhe u zgjidh çështja. Edhe në shumë raste nuk kanë menduar edhe fëmijët që kanë lënë mbrapa apo gjithë pasojat e tjera që kanë lënë më mbrapa te familjarët e tyre. Janë shumë element, Mirela, që derivojnë çështjen deri tek vrasja. Prandaj thash që fillojnë që nga familja edukimi i atij çunit të vogël që ne folëm, edhe i vajzës, edhe vajzat e edukuar se si ta shkolla, tek mësuesit, tek ambienti arsimor. Po komunikimi i duhur. Komunikimi është çelësi sidomos edhe te ana e femrës. Po, komunikimi është çelësi bazë. Do të thënë komunikimi është si tek partnerët bashkë me njëri tjetrin, si tek derivimit që ata i bëjnë fëmijëve dhe nëse do kishte komunikim, nëse komunikimi do ishte 100%, jam e sigurt që s'do bëj vrasje asnjëherë, nuk do kishte vrasje asnjëherë, nuk do i vrisin partnerët e tyre. Nganjëherë them edhe mënyra e komunikimit që nënshtrohen për çdo gjë, edhe thonë po edhe vjen një kohë që ndryshon çdo gjë për një kohë të shkurtër dhe pala tjetër nuk e pranon një ndryshim total. Ndoshta edhe kjo dhe ka të bëjë edhe shumë me mentalitetit. Kjo hyn te mentaliteti. Ne për fat keq vrasjet në Shqipëri dhe gjithë ngjarjet që kryhen në Shqipëri janë në 95% të rasteve mund të them, vjen si pasojë e mentalitetit. Është mentaliteti i tillë që të çon deri në kryenin e krimit. A ndryshim pjesa, le të themi 20 vjeçarët sot edhe me brezin ton? Unë jam pak skeptike, Mirela, në krahasim po të flas për të rinjt sot. Edhe shpeshherë ja bëj pyetje vete, sepse ne shikojmë, lexojmë, shikojmë lajmet, shikojmë të rinjt që na rrethojnë afër. Po flas për të rinjt shqiptar kryesisht, ka një ndryshim shumë të madh me ne. Ne jemi rritur pak me më shumë vështirësi, me më pak gjëra, po ndoshta kjo ka qenë e mira, që ne, domethënë, prindrit tanë shikonin që sakrifikonin për të jetuar, sakrifikonin për të na shkolluar. Kemi pas më pak qasje s'kemi pas fare rrjetet sociale, atëherë kishin vetëm librin dhe lojrat që bënim në natyrë. Edhe ndoshta këto na kanë zhvilluar nga ana mentale, nga ana mendore më mirë, na kanë përgatitur më mirë. Se ato lojrat që ne sajonim që s'kishim lodra, nga skamja, i krijonim vetë, dhe ndoshta kjo na ka ndihmuar dhe na ka bërë me mendje të hapur dhe më unë ato po nga një bisedë, domethënë genuine që po bëja me Timat para 2 ditësh, këtë gjë i thash që unë vi nga jugu. Ka fanatizëm shumë në jug, nuk e mohoj, edhe sot, e kanë, është si pjesë e kulturës së Shqipërisë, por nuk kam dëgjuar kur dhe nuk kam parë kur që të denigrohet femra, si po denigrohet sot. Jo. Nuk e kam dëgjuar, nuk e kam parë kur që femra të shkelet, të nënçmohet, të diskretohet si sot. Rrjetet sociale nuk kanë ekzistuar atëherë dhe çdo gjë ka kaluar në heshtje. Ndoshta si atë ka edhe kjo mund të jetë. Edhe kjo mund të jetë një element. Atëherë gruaja nuk kanë folur, nënat tona nuk kanë folur. Nëse kanë qenë pa respektuara, të dhunuara, të gjitha mund të kenë pasur edhe duhet të mbyllë zë, edhe kjo mund të jetë. Dhe nuk kanë hapur zërin. A mendon që edhe kjo mund të jetë. Nuk e diskutoj që edhe kjo mund të jetë.
Po, duke parë edhe bindja, nuk ka quar edhe pjesën e vrasjes. Po, duke parë përkthimin në vrasje, si që kemi sot, sa përgjigje vrasjes kemi sot. Problemi sot është që po ndahen dhe nuk po dëgjojnë. Ky është problemi me imës shqiptar, sepse nuk po pranojnë ndarjen. Pra, këto janë vrasjet më të mëdha në çifte, ose tradhtia, ndarja, këto janë pikat më kryesore. Pra, është kjo që mos pranimi. Unë them që është të keq edukimi. Sot është shoqërisë është keq edukimi. Sot 30 vjeçari i fundit, për fat keq, burrat shqiptar janë keq edukuar shumë, kanë marrë një mentalitet të mbrapsht në raport me gratë. Nuk po them që gratë nuk kanë pjesën e tyre të fajse, nuk kam dalë sot që të bëj kush ka më shumë faj dhe kush ka më pak faj, por ama di të them që duhet të ikë ai mentaliteti që gruaja është inferiore dhe burri është koka e shtëpisë dhe shtylla e shtëpisë. Në asnjë lloj mënyre. Ka një barazi gjinore këtu, janë dy njerëz me drejta të barabarta, kanë të si? A mendon që nuk keq kuptohet? Keq kuptohet barazia gjinore, se mendojnë që të jesh barazi, do të thotë që ti të bësh të njëjtat punë si si burri, nuk e mendojnë barazin që ajo ka një temë tjetër pastaj, po. Shko, ajo është temë tjetër pastaj, ato flasim një herë tjetër. Po flasim barazin gjinore të drejtën e jetës që ti ke, që të mos dunohesh, mos të shahesh dhe mos të bullizohesh. Po flasim vetëm në këto element që këto të çojnë në vrasje deri në se kemi pas raste edhe që gruaja ka vrarë burrin, nuk është se nuk ka raste plot. Po këto nuk është se bëhen të mëdha, se burgjet në Shqipëri ke plot femra, ke plot gra që kanë vrarë për bashkëshortët, partnerët apo vëllezërit e tyre. Kanë ndodhur, nuk është se janë elementë që nuk ndodhin. Po jo kaq shumë sa po kalon janë në pjedestal. Kjo vrasja e grave e femrave, pse janë femra, është në nivele të larta. Ne kemi parë 3 gra shqiptare u vranë, njëra ka shpëtuar me 5 herë që është goditur me thik, dhe ish bashkëshorti, po rrinte dhe po shikonte dhe po fliste në telefon kreti qetë ku e kishte goditur në sy të djalit 7 vjeç 5 herë me thik. Pra këto janë gjëra alarmante, se jemi një popull shumë i vogël. Janë shumë alarmante, po, janë ekstreme. Të dëgjosh 3 vrasje për 2 javë. Pra, është një problem këtu. Duhet bërë më shumë, a duhet shteti pra bërë më shumë? Po pikërisht pra kjo është që nuk trajtohet me seriozitet, duhet të ndryshoj mënyra se si trajtohen këto çështje, se si procedohen këta njerëz që i kryejnë këto krime. Unë jam e sigurt nëse shteti do të rigoroz dhe do të trajtohet çështja, do të trajtohet krimi me seriozitet, tamam, me rëndësinë e duhur se siç e ka, atëherë gjërat nuk do zhdukeshin, po do ishin pak më të minimizuara. Gjitha rastet që kanë ndodhur në diasporë, një në Itali, më duket një në Gjermani dhe në Zvicër, pra 2 të shqiptarë të Kosovës dhe 1 e Shqipërisë. Pse po ndodhin kaq shumë vrasje shqiptaresh në diasporë? Në diasporë, po. Për fat keq edhe për fat keq se Kosova ka qenë me numër më të ulët se Shqipëria të rastit të vrasjeve të grave flasim. Për fat keq në diasporë po ndodhin sepse është rritur numri i emigrantëve. Më thënë, në 10 vjeçarin e fundit ka pas një dyndje emigrantësh që kanë lëvizur në Zvicër, Gjermani, Angli, Amerikë, në vende ndryshme të botës. Më thënë, ka pas një lëvizje goxha të madhe në këtë 10 vjeçarin e fundit. Dhe duke u rritur numri i emigrantëve, sigurisht që rritet edhe numri i kriminalitetit. Duke kaluar nga një tranzicion, nga një jetë tjetër, në një jetë tjetër, sepse janë 2 realitetet të ndryshme, jeta që ti shkon përtej vendit tënd, me vendin tënd janë 2 skaje të ndryshme. Duke mos e përballuar këtë tranzicionin, as gruaja, do të thënë as partnerja dhe as partneri, këtë lloj ndryshimi, dikush gjen lirinë që nuk e kishte në Shqipëri, edhe ndoshta për këtë gabim, edhe partneri nuk e pranon, dikush bie në depresion sepse nuk e gjen veten. Nuk e gjen veten, sepse nuk i ngranohet, se problemi është që ti duhet të ngranohesh në një shtet ku shkon. Duhet të fillosh të mësosh gjuhën, duhet të shkollohesh, duhet të punosh në këtë vend, duhet të socializohesh në këtë vend. Përndryshe pastaj nëse ti rri e mbyllur dhe nuk i kryen të gjitha këto, atëherë ti fillojnë problemet psikoemocionale që të fillojnë problemet edhe në partneritet. Kështu që janë një sër elemente të ndryshme që kontribuojnë dhe ndikojnë edhe në rritjen e krimit të emigrantëve në diasporë për fat keq. Të këtë rrit nuk shohim edhe kaq shumë. Ndoshta po flas gjithmonë me diasporën tani nga të rrit në Shqipëri, në Kosovë. Të rrit e diasporës ka një ndryshim shumë të madh mes
ndoshta edhe nga të rritë në Shqipëri, sepse janë rritur me një mentalitet tjetër dhe e duan shumë Shqipërinë, e duan gjuhën, edhe nga një herë edhe pse nuk e flasin edhe shumë mirë, sepse nuk kanë faj, sepse janë shkolluar dhe lindur këtu. Si mendon, e kanë ndryshimin e madh dhe janë më të emancipuar dhe më të kujdesshëm ndaj femrës? Shiko Mirela, fëmijët që janë të rritur këtu, sigurisht që kanë një mentalitet krejt ndryshe nga mentaliteti nga vendi nga Shqipëria. Sepse rriten me edukatën këtu, shkollohen këtu, çdo lloj elementi kulturor e marrin këtu, edukativ dhe kulturor e marrin këtu. Pesëçarin e fundit edhe në Shqipëri gjërat kanë evoluar shumë. Mua më bë përshtypje kur shkoj në Shqipëri, shikoj të rinjt, shumë të rinjt, adoleshentët me një koncept të menduar, me një mentalitet shumë europiane dhe shumë të përparuar. Problemi është që sa janë të rinj, kanë më pak mos kokçarje, kanë më pak kokçarje dhe kanë më pak shumë gjëra serioze për të menduar, ta them shkurt. Problemi është që kur krijojnë familje, dhe unë kam një bindje që dhe fëmijët e emigrantëve dhe ne që porisi fëmijët tanë, ne po i edukojmë me frymën tonë, me atë të mentalitetit tonë shqiptar. Edhe në qoftë se një familje këtu e diasporës ka atë mentalitetin e prapambetur, që ka pas njësoj si dhe në vendin e tij, do të ishte sigur që ai fëmijë atë lloj produkti, ai produkt bëhet. Ndoshta kur është i ri, sa është i ri adoleshent në shoqërinë ka të sfumuar, por në momentin që ai do bëhet bashkëshortë dhe në qoftë se ai martohet me një shqiptare, jo me të huaj, se me të huaja pastaj zdehen pakta. Në qoftë se ai ky produkt do martohet me një shqiptare, jam e sigurt që nëse ai aty ka qenë dhunues, pianec, kapiral alkoole, ka dhunuar, ka denigruar nënën e tij edhe gratë e shtëpisë, të njëjtën gjë do bëjë ai. Nuk dëgjojmë shumë që vriten femrat e huaja. Shumicën janë pra shqiptare dhe Shqiptarë, po, jo se dhe të huajt i kanë shifrat alarmante për... Jo të huajt, unë ka thënë shqiptarët me të huaja, po. Nuk kam dëgjuar shumë, më duket se një kam dëgjuar... I tolerojnë më shumë ato. Pak më shumë. Dërsa një fëmijë shqiptar që është rritur një familje shqiptare në diasporë, që ka vlera familjare dhe ka parë babain dhe maman që kanë pas një lidhje të shëndetshme martesore bashk, apo dhe në familjen më gjerë, sigurisht që ai është një produkt i një familje të mirë, sigurisht që është një element i mirë për familjen e vet. Kjo ishte shumë interesante, pra edhe ne dëshirojmë që mos të flasim për këto tema, por ne si gra kemi një familje të dyja, kemi një familje të shëndosht dhe urojmë të gjithë çiftët të ketë familje të shëndosht dhe këto gjëra mos të ndodhin asnjëherë sepse janë shumë gjëra traumatizuese që nga fëmia, gjithashtu nga çifti. Të kalojmë nga kjo pak stresuese, të kalojmë ku do të kalojmë pak pushimet e cilat janë disa pika, të flasim vetëm pak për disa vende të bukura në Shqipëri ku kemi dëshirë të shkojmë këtë vit. Vera realisht po vjen, edhe pse tani është akoma në fazën e pranverës edhe tani që ishin edhe Bariami edhe Pashkët se për ironi të fatit të përkuan goxha afër, bashkë me njëra tjetrën ishte edhe Kreshma edhe agjerimi. Ishte shumë kohë e bukur dhe ishin pushime shumë mira, ishte kohë shumë e mirë për ta shpenzuar në Shqipëri, për të kaluar kohën në Shqipëri. Ata që kanë shkuar kanë pas mundësi nga puna të lirohen, kanë shkuar dhe unë kam plot familjarë të mitë që kanë shkuar dhe madje vjen pak zili kur i shikoj tani anës detit, se është periudha më e bukur, pranvera atje është shumë e bukur. Pak a shumë si këtu që fillojnë të çelin lulet e këto, edhe aty domethënë pranvera ndihet goxha mirë. Mirë po, gjithë vera ku jonë është e vera, se vera është afër edhe ato janë pushime më të gjata që ne bëjmë. Kështu që për të kaluar pushimet në Shqipëri, si vjet do kisha shumë dëshirë ta planifikoja qoftë për veten time apo ta jepja si sugjerim që të bëj një organizim, do të bëj një organizim se shpeshherë ne ikim të pa organizuar. Shkojmë atje, kemi 20 ditë në dispozicion dhe mendojmë se kemi kohë. Ose do bëjmë këto, ose do shkojmë te dentisti, ose do mbarojmë këtë punë. Por realisht asnjëherë nuk mbarojmë. Prandaj është më mirë me një program. Të bësh një program të shkosh ta nisësh nga veriu edhe deri në jug. Ta bësh janë dhe pushime më ekonomike. Fantastike, më ekonomike. Më ekonomike, të gjesh bujtina në veri, të gjesh hotele, të shikosh mrekullitë e bukura të veriut, edhe duke shkuar dhe në Korçë, duke shkuar, shiko, edhe qytetet e tjera nga Shqipëria e Mesme ka vende shumë bukura për të vizituar, se s'është vetëm veriu edhe jugu, se ne gjithmonë nga i marr skajet, por realisht edhe mesi i Shqipërisë ka vende fantastike për të vizituar. Mesin e Shqipërisë më pëlqen ta vizitoj mbas shtatore deri në pranverë. Është gjë e mirë, Berati është një vend fantastik dhe unë kam në agjendën time për të shkuar në Berat, se kam qef të shkoj tek turizmi i Beratit që ka ruajtur ato recetën e ëmbëlsirave të kohës së vjetër,
kush është nostalgjik. Po bën shumë më të mira në Shqipëri. Kemi parë disa me të vërtetë ka sjellin mbrapsht traditën, por ka e perfeksojnë, si më duket. Po, perfeksionojnë, po sigurisht që po, që i bëjnë gjërat më mirë. Më mirë, po. Po që ka vende të ndryshme. Berat do të thoya që ishte një nga atraksionet që ja vlen për ta vizituar. Korça është e ditur që po. Gjirokastra po ashtu është një vend shumë i bukur. Kruja, Gjirokastra dhe Kruja janë dy nga qytetet që kanë histori, janë qytete të bukura që kanë vlerë historike dhe kanë ato tregjet e tyre tipike me objektet, me sendet shqiptare që i shesin janë. Në Krujë shkon edhe duket diçka si e kuqe me traditën e flamurit. Edhe Gjirokastra pak shumë ashtu është. Është e gjitha në gur, po që është vend shumë i bukur. Pastaj për plazhe, Jugu, Durrësi, Shëngjini, kemi plazhen e. Po, kemi vende Velipoja, domethënë ka dhe gjithsesi kemi desha të them edhe për këta ushqime që ka ndryshuar një taktikë ushqimeve si gatuan dhe bëhet gjithçka bio në Shqipëri. Janë dy lokale të mëdha, një në veri, një në jug, se nuk i them dot emrat, që të dyja kanë farmën e vet atë që i rrisin kafshët dhe i bëjnë të gjitha që nga perime, edhe bulmeti, djathtë të gjitha, është vërtet. Dhe ajo një gjë, mua më duket një gjë shumë fantastike dhe shumë unike nga vendet e tjera. Shiko Mirela, ne në Shqipëri kemi shumë asete që ne vetë si shqiptarë nuk i dim. Ashtë vetëm kur shkojmë jashtë. Po, unë kam dëgjuar për një punishte, për një bulmetore që është në një zonë veri, nuk e di, nuk jam e sigur ku, por në zonat e larta të veriut, që prodhojnë djathtë të cilësive dhe të llojeve të ndryshme. Bëjnë mozzarellën, bëjnë buratën, bëjnë pecorino, me të gjitha cilësitë e djathrave që i kanë marrë, ndoshta i kanë uazuar nga Italia, po i prodhojnë vetë me qumshtim vendas, me bagtitë e tyre, me delet ditë edhe lopët, me kafshët që ata i risin vetë, dhe të gjitha këto nuk tregtohen në Shqipëri për fat keq, po tregtohen jashtë kufive të Shqipërisë. Në qoftë se do kishte pak më shumë mbështetje biznesi në Shqipëri, qoftë nga instancët shtetërore, po edhe nga konsumatorët vetë. Bizneset më thënë do bëheshin mrekullira, sepse ne kushtet klimatike, pozitën gjeografike, të gjitha ne i kemi të arta. E gjithë ideja është që nga gjitha i tranzicion, jo vetëm të konsumimi, po nga gjithë tranzicioni që të gjithi lanë të tëra, lanë shtëpi, toka, gjitha dhe ikën, tani sikur po avash gradualisht sikur po shkojnë në vend të vet, po kthehen. Ushqimet janë fantastike në Shqipëri, dhe çmimet janë fantastike. Ne me të vërtetë ka një kur mësomi këtu në Angli ku shkon dhe merr çka merr servisin që i merr këtu me pa me Shqipërinë, pra ka edhe ndryshim të madh tek ushqimi, po edhe tek servisi. Madje nëse do bëhen edhe këto projektet Marina Vlora dhe Porti i Durrësit, që do janë dy projekte gjigande që janë në plan për të realizuar, nëse do bëhen këto, unë jam e sigurt që turizmi shqiptar do i ngrit akoma më shumë. Turizmi nganjëherë nuk do shkojmë atje, po ne duhet të flasim për ne shqiptarët më shumë, që mos të shkojnë edhe shumë të huaj, sepse e shkatrojnë edhe se po bëhet vetëm vend turistik. E di, po kjo do rrisi nivelin ekonomik edhe do jetë vendi më i zhvilluar. E duam për veten e. Është vërtet. E duam vetëm për veten e Shqipërinë, pra kaq pra kishim kohë dhe për sot. Me të vërtet janë tema, sidomos tema e gruas dhe dhunës që kemi parë. Edhe në Shqipëri ne flasim shumë se jo se nuk ka dhunë në vendet e tjera, por dhuna nuk është e pranueshme. Edhe një në qoftë, dhe në qoftë se ne mund të bëjmë ndryshimin më të vogël, ne vetëm po flasim ndoshta është vetëm një pikë ujë në det, siç ka thënë nën Tereza, por të paktën është një pikë ujë në det dhe nuk anashkalohet. Por ne gjithsesi do të rrisim zërin sa të më me drejtin pa cënuar edhe krahin tjetër, pra, sepse ne nuk jemi kur kundra familjes, por kundra dhunës. Pra edhe shumë faleminderit. Faleminderit. Kaq kishim edhe për sot dhe një mbrëmje të këndshme. Miropafshim dhe mirë takofshim në emisionin e ardhshëm. Miropafshim.